Kryebashkiaku i Tiranës Lulzim Basha do ta betonizojë Tiranën, por me ardhjen e Ramës në pushtet, situata do të ndryshojë për mirë. Kështu është shprehur në një intervistë për gazetën shqiptare.com. Këshilltari socialist në Bashkinë e Tiranës, Gent Gazheli. Gazheli ka bërë një bilanc të asaj që është bërë dhe nuk është bërë nga bashkia, duke ndikuar drejt për drejt në kurrizet e qytetarëve të Tiranës. Ai është shprehur mjaft i shqetësuar për mungesën e transparencës për shumë projekte, sidomos për zbukurimin e qytetit në prag të fundvitit, apo për dekorin festiv të realizuar për festimet e 100 vjetorit të pavarësisë. Sipas Gazhelit, pas denoncimit të opozitës, bashkia u detyrua të heqë sa çarçaf të bardhë, që kishin përdosur stemën e simbolet tona kombëtare, të varura në teatrin e operës dhe baletit. Sipasi nuk u mor vesh kurrë sa ishin fondet e nxjerra për këtë projekt, kush i menaxhoi apo pse nuk është bërë transparenca. Ai ka përmendur edhe çështjen e kioskave në pedonalen e Tiranës, i konsideruar si projekti kioskat e Kunatit, duke shkatërruar një vepër me vlerë një midis shlodhës. Ndërsa sa i përket planit rregullues, Gazheli tha se do të mblidhen firmat dhe në bashkëpunim me shoqërinë civile do të kërkohet qytetarëve të Tiranës që të thonë fjalën e tyre se si e duan qytetin, pasi kryebashkiaku Basha sipas tij ka vendosur që të mos ketë asnjë lidhje me Tiranën e as me qytetarët.